Çanta nuk duhet lënë në tokë, por jo sepse mbetesh pa para. Ja pse. Vendosja e çantës në tokë është një gest i përditshëm që shumë prej nesh e bëjnë pa u menduar shumë më gjatë. Disa nuk e lëshojnë kurrë në tokë sepse sipas një besytnie të mbarojnë paratë. Çanta nuk duhet lënë në tokë, por jo sepse mbetesh pa para. Një nga arsyet kryesore pse nuk rekomandohet vendosja e çantës në tokë është e lidhur qartë me çështjet e higjienës. Dyshemet, veçanërisht në vendet publike si restorante, tualet, transporti publik dhe në zyra shpesh, janë mbetje për shumë bakteri, viruse dhe patogjen të tjerë. Kur vendoset çanta në dysheme, këto mikrobe mund të transferohen tek çanta. Më vonë, kur çanta vendoset në një tavolinë, këto mikroorganizma mund të komprometojnë në sipërfaqe dhe të rrisin gjithashtu problemet e shëndetit. Sipas ulëtimeve të Kolegjit London University, nuk duhet të vendosni çantën në dysheme për shkak të higjienës së dobët që dyshemet kanë kryesisht edhe në vendet ku jetoni.